barkat ka kaluar mbi 100 milion. Ata çojnë në mëngjes dhe thonë, Silvia, më duhet helikopteri në 10 minuta dhe unë jam aty që majtas djathtas nga 150.000 euro qeraja deri në 1,5 milion java. Kam ardhur me shumë dëshirë, ka qenë viti mature fundit 2002-2003, sapo kisha mbaruar gjimnazin dhe kam ardhur në Gjenova, sepse aty kisha shoqen time të ngushtë dhe aty unë gjeta direkte në familje dhe kjo e bëri të lehtë migrimin tim. Filloi thjesht pasi bëra një master në Shqipin, në fakt fillova në një departiment që nuk ishte fare absolut luksi, ishin anijet, kontejner, tanker dhe aty merreshim me të gjitha praktikat si dogana, policia dhe ishte komplet një departament komplet maskil, komplet burokratik dhe as edhe një gjë nuk ishte luks dhe pasaj ndërkohë bosja ime më futi në departamentin të jateve dhe kjo ishte në 2012, po para kësaj unë kam punuar dhe në Panajire dhe në një bark me vela dhe aty ishte filloi karriera ime. Para ka qenë në 2008 dhe 2012 ka qenë pjesa e zyrës ku kam filluar në zyrë. Është një industri shumë maskile dhe në fakt bosja ime që ishte vërtet e femërt ka qenë personi, sepse më ka futur në mbrojtjen e saj dhe në fakt ka qenë e para që mua më të ka çuar në Greqi, Miami, në çdo lloj eventi që bëhesh në atë kohë, Londër, Gjermani, dhe ishte për mua shumë sfidues pasi si nga pronarët, komandantët, kruja në bord, kantierët, ka një dominant 90% maskile dhe unë thjesht isha një studente sapo dal nga banka e shkollës, isha vërtet e uritur për të bërë diçka ndryshe nga të tjerët dhe nuk ishte e lehtë, kishte sfidat e tij pasi është një industri që 90% është maskile dhe unë isha thjesht një vajzë vogël e brish që mundosha të kopjoja nga pjesë e të kolegëve, të kantierëve, po do thoya që hapi im i madh u bërë kur unë u zhvendosa në Francë dhe aty mora pjesë në një projekt shumë të rëndësishëm në Hollandë në një kantier. Kështu që fillova si puna avionit, economy class, business class, first class, e pasaj Monaco është ajo qershia në cake. Monaco, prezenca ime ka që në vitin 2012, që vinim normalisht $5 dhe fix që jam rezidente ndodhi gjatë Covidit. Është një vend që të mëson disiplinë dhe duhet ke shumë durim të respektosh të vjetrin para te. Dhe këtë gjë e mëson vetëm kur bësh rezidente, sepse që nga aplikimi i shkollës për familjarët e tu, apo kur shkon në bashki, apo kur merr rezidencën, ata të trajtojnë ndryshe se sa personat që vinë tu për punë, ndryshim shumë të madh nga ana burokratike, ligjore dhe nga ana e taksave, sepse nëse ti bëhesh rezident, ti je pjesë e kësaj elite. Nëse ti vetëm punon, ti vjen nga mëngjesi. Në darkë, pjesa e 80%. Në fakt, Monaco kur është weekend apo gjatë javës në darkë, gjysmë Monacos është vërtet bosh. Nuk ka shumë njerëz. Në Côte d'Azur dhe në Monaco ishte në vitin 2015, kur unë u shpërngula këtu, ku njoha dhe tim shoq, dhe aty filloi. Shërbimet që ne bëjmë janë management, brokerage, technical, kantiere dhe ndërtimet të barkave dhe pasaj shërbimet VIP. Shërbimet sakt janë që ku ne marrim një barkë në gjim të këshillojmë regjistrimin e barkës flamurit, rrogat, pagesat për çdo ekipazh, ekipazhin zgjedhin vetëm komandanti, pasaj ai zgjedh timin e tij, edhe pasaj pjesën e buxhetit të barkës. Kjo është pjesa e menaxhimit. Kurse pjesa e brokeregjit është blerje, shitje dhe ndërtimet e barkave të reja. Nëse një klient na vjen dhe na thotë unë dua të blej një barkë, pyetja e parë është buxheti, përdorimi private, komerciale, vendi ku do mba dhe në bazë të preferencave të klientit, ne mundohemi të japim mendimin dhe zgjedhjen e dur. Është familjare, fëmijë të vegjël, të rinj, janë në moshën e pensionit dhe në bazë të
të përdorimit, aty bëhet zgjedhja e duhur, bark e shpejt apo e ngadalt. Tjetra janë shërbimet VIP, duke filluar nga marina, karburanti, helikopter dhe çfarëdo lloj gjëje private që një pronar mund të kërkoj. Kurse pjesa teknike ka të bëjë kur barkat duhen çuar çdo vit për mirëmbajtje. Në bazë të kantierit që barka është e prodhuar, sugjerojmë kantierin e duhur me buxhetin e duhur dhe ndjekim certifikata të periodike që skadojnë për çdo jaht. Dhe kjo është një punë që neve kemi një sistem online në kompaninë tonë dhe aty regjistrojmë çdo certifikat. Më i madhi ka qenë ku ka të kaluar mbi 100 milion. Ajo ka qenë transaction më i madh dhe është një nga pronarët që kemi vite lidhesh dhe ka barkën më prestigjioze në market. Projekti më i mirë dhe më prestigjos që ne kemi marrë dhe një çmim ka qenë në 2023 në Venice, kur fituam kompania dhe barka më e mirë e vitit dhe morëm një medalje që ishte vërtet një vlerë e shtuar dhe gjithë ajo puna, djersa që ne vum doli në pas sepse ishte vërtet projekti më i mirë ati viti dhe barka më e mirë ati viti. Mënyra e të punuari në zyrën tonë është me strukturë, është me transparent dhe jemi shumë të drejtë për drejtë të themi jo vetëm gjërat e bukura që ka një bark, po dhe gjërat më të rëndësishme që një pronar duhet të di, duke filluar nga kantieri, nga buxheti dhe shitjet ona nuk janë vetëm lule apo fleshi, themi jemi vërtet përqendrohemi shumë te mënyra se kush brend është barka, se sa vlera kam dhe më e rëndësishme janë se si duhet me menaxhojnë expectation, sepse një person që ka një buxhet 50 milion apo 20 milion apo 10, ne gjë e parë që themi buxheti. Një barkë është shumë e thjeshtë, po mirë mbajtja të dish se çfarë flamuri dhe çfarë strukture duhet duke filluar nga ekipazhi, kontratat, pagesat, çdo gjë ne kemi një strukturë. Dhe një person përpara se të blejmë, unë me tim shoq ulemi drejt për drejt me klientin dhe aty kemi i tregojmë strukturën e blerjes, bazë blerjes, mirëmbajtjen, punimet, kantieri dhe deri tek rishitja. Sepse pronarët janë gjithmonë happy kur e blejnë dhe happy kur e shesin. Barkat e vogla më pak njerëz, më shumë punë për ta. Barkat e mëdha më shumë njerëz, më shumë standarde, më shumë profesionalizëm dhe më shumë strukturë duhet. Njohet janë gjithmonë word of mouth, që janë shumë të rëndësishme, nëse një pronar ka dhe një shok apo një familjar, dhe e dyta janë eventet, se si janë bot shows, ne jemi prezent në çdo bot show, West Palm Beach, Antigua, Monaco, Cannes, Miba, në çfarëdo lloj show dhe këto janë shumë të rëndësishme për shumë të connection. Më të bukura janë eksperiencat, dëtimet e largëta dhe normalisht kur të ftojnë në bord dhe ndodhesh në një tavolinë me shumë të klientin dhe këtu ke një eksperiencë që ndërkohë që ne punojmë në zyrë që shkojmë video dhe fotot e bukura nëpërmjet ekranit, jetojmë në bord dhe kjo është pjesa pozitive sepse ti je një mikesh apo një i këtij klienti dhe kjo është pjesa sepse barka ndodhen në Karaibe, në Amerikë apo në hotspot në Med, kurse pjesa më sfiduese është presioni dhe përgjegjësia që ne kemi t'u japim atë çfarë klienti pretendon nga ne. Dhe është një presion shumë i madh, sidomos kur barkat janë në kantiere, janë në mirëmbajtje dhe duan shërbime e dua sot dhe dua tani.
Kjo është presioni sepse shumë punë nuk janë në dorën tonë, po janë në persona të tretë dhe ti je ura midis klientit dhe shërbimet, aty është presioni më i madh. Pasi ne punojmë vetëm me persona që kemi një besim, kemi një referencë se si punojnë, duke filluar nga Monaco Grand Prix, nga Saint-Tropez apo Capri apo Portocervo, në vendet më vërtet hotspot që ti bëhesh përgjegjëse që ti do t'i gjej një vend në Saint-Tropez apo në Monaco apo në këto vende ndikon shumë nga lidhjet që ne kemi me portet, me autoritetet dhe me suppliers më të fuqishëm të zonës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të kesh connection shumë të mëdha, powerful. Ata çojnë në mëngjes dhe thonë Silvia, më duhet helikopteri në 10 minuta dhe unë jam aty që majtas djathtas t'i gjej helikopter apo çfarë do lloj gjëje që mund të vinë në mend atë mëngjes. Vera po vjen dhe ne jemi gati dhe kushdo që do të blej apo të shesi apo të marrë një barkë me qera, ne kemi nga të gjitha mizurat, po fillojnë nga barka me vogël të paktën 25 metra dhe lart dhe joti nuk është all inclusive, ndoshta për ata persona që nuk e din, është vërtet ekskluziv. You pay as you go. Dhe fillojnë që nga qeraja, pastaj TVSH-ja, ushqimi, fillohet përgatitja, porti, marina, karburanti, çdo sekond është i matur. Dhe ka një çmim shumë të lartë në krahasim me barkat e vogla. Të paktën barkat që ne menaxhojmë janë nga 150.000 euro me qera, vetëm neto, qeraja dhe plus. Deri në 1,5 milion java. Kjo është kategoria që ne jemi të fokusuar. Barkat janë bërë për të përdorur dhe për të ndruar. Janë persona që jetojnë në Zvicër, Gjermani apo Angli apo në çdo vend të botës, siç është Rusia që ka barkat më të mëdha, pronarët më të mëdha në botë, nuk ka rëndësi fare. Rëndësi ka që persona të kenë dashuri për detin, për barkat, pastaj të tjerat i mendon Silvia. Këshilla që do t'u jepja të rinjve sot do ishte durimi. Është një sektor që do një përgatitje mendore, sepse je jashtë familjes. Nuk je në zyrë që hikën në mëngjes dhe kthehesh në darkë. Është vërtet një migrim në det dhe do vërtet një durim psikologjik shumë të madh, pasi je në një ambient shumë të vogël dhe me shumë nacionalitete të ndryshme. Tu nga Monaco, unë jam Silvia, merrem me menaxhim dhe shitje blerje jatesh.